Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Meqense koha tashmë është ftohur dhe virozat janë të shumta, do të përgatisim një çorbë ose një supë të shëndetshme, plot vitamina për të rritur imunitetin, e ku ka më mirë se një pjatë të ngrohtë me pak limon për këto muaj, sidomos tani që po afron dhe dimri. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Unë të dashur miq që kam përgatitur me fileto pule pa yndyr, ja kam hequr lëkurën. Por ju mund ta përgatisni dhe me kofsha pule ose zog fshati, çfarë të keni dhe të doni. Gjithashtu dhe kofshat e pulës mund t'i prisni në këtë mënyrë që të ziejnë më shpejt. Është një ndër suprat më të thjeshta dhe të shpejta, siç ju thash, do e bëjmë të shëndetshme dhe pas kuqur asnjë gjë. Do na nevojitet një patate ëmbël, një karrotë, një qep të prerë në 4 pjesë. Këto janë perimet që unë kam përdorur. Vendosim sipër dhe fileton e pulës, 2 lukafe me krip, të cilën do kujdesni dhe vetë, pak piper, gjithashtu pak piper të kuq, djegës ose jo, sipas dëshirës, 4 lugë gjelle vaj ulliri dhe për shpejtësi unë e kam mbuluar me ujë të vluar. Mund të shtoni dhe ujë të ftohtë, nuk ka problem. Si fillim unë kam shtuar 1,5 litër me ujë. Më pas mund ta mbushni sërish me ujë të vluar, do e shikoni dhe se sa ujë do avulloj dhe se sa kohë do pula të zjej. Në rastin tim, gjithmonë mua më duhet 30 me 40 minuta zjerje, por ju të kujdesni dhe vetë. Në një tas kam shtuar pak nga pjesa e trashë e kosit, 2 lugë gjelle plot, diku te 100 gram, një të verdh veze, lengun e 1 limoni, 2 lugë gjelle mesatare jo të mbushura shumë plot me miell, diku te 30 gram. Do vazhdojmë duke përzier mirë dhe e lëmë njanë. Ndërkohë do të kontrollojmë perimet nëse kanë zier, gjithashtu dhe pulën. Perimet që ne kemi përdorur nuk duan më tepër se 20 minuta. Ju do kujdeseni më tepër për pulën që të jetë e zier. Mund t'ju duhet diku te 30 me 40 minuta. Sipas ujit që ka avulluar në rastin tim, unë kam shtuar gjithashtu dhe 300 ml të tjera me ujë. Gjithsej kam shtuar 1 litër e 800 ml me ujë. Do i blojmë mirë perimet në këtë mënyrë. Nëse nuk keni si ky aparat, mund t'i largoni me një kulluese dhe mund t'i ruani në një aparat tjetër, siç është grirsja, ose dhe t'i shtypni me pirun. Do i shtypni mirë derisa të bëhen pure dhe më pas do i bashkoni sërish në tenxhere. Ndërkohë do të soptojmë dhe mishin e pulës. Do lidhim supën me masën e përgatitur, duke i hedhur avash avash në këtë mënyrë dhe duke e trazuar që mos të pritet veza, diku te 4 me 5 garuzhde dhe më pas do e hedhim sërish te tenxheria. Hedhim dhe mishin e pulës dhe në këtë pikë do e vendosim sërish në zjarr derisa të marrë një valë dhe të trashet. Dhe në atë moment do e largoni direkt nga zjarri. Pasi që kemi larguar nga zjarri, do shtojmë pak majdanoz të grirë dhe kam ngrohur pak vaj ulliri me piper të kuq që kam përzier të dyja bashkë dhe pasi të ngrohen të dyja bashkë, ngjelet ngjyra e piperit tek vaj ullirit. Me kujdes disa sekonda sa të ngrohet, nuk do e lini të digjet, se përndryshe nxihet piperi. Dhe supën e kemi gati për ta shërbyer. Me këtë supë të ngrohtë jam e sigurt se do të kënaqni gjithë familjen. Ja pra të dashur miq, ku përfundojmë dhe me recetën e sotshme. Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të jepni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale, për ata që do e provojnë punë të mbarë dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë më dëgjofshim në recetën e radhës.